Si shpjegohet fakti që se sa më të rënda të jene akuzat e SPAK-ut, aq më të lehta bëhen masat për personat e akuzuar. Me përjashtimet që ta lala, si shpjegohet kjo gjë? Fakt më lejo të ndaj shqetësimin e parimeve në fakt. Deri tani gjykata e lartë nuk ishte ndërhyrë në asnjë rast dhe kishte lënë SPAK-un dhe GKK-n prap këto institucione të reja. Sot ka prishur një vendim i dhënë nga 6 gjyqtarë. Kështu që me një të rënd lapsit ka prishur atë që deri tani e ka respektuar pafund. Ka patur një deal midis ndërkombëtarëve dhe gjykatës së lartë që nuk do ndërhynte në asnjë moment në vendimet e GKK-s. Dhe ky deal është respektuar për vite me radhë. Pra kemi që nga 2020 deri në 2026 që gjykata e lartë çuditërisht nuk prish asnjë vendim të dhënë nga gjykata e apelit kundër krimit dhe korrupsionit. Pikërisht në raportin vjetor të SPAK ishte evidente si një nga sukseset e veta që gjykata e lartë nuk ka prishur asnjë vendim gjatë vitit 2025 dhe e reflektonte këtë si një parim të drejtë në vendimet e dhëna nga gjykatat e apelit. Kjo do na futi në një qerfull shumë të madh. Sot do të kërkojnë të gjithë dhe vlera e gjyqësorit më pas do të rrëzohet. Mirë, okay, se e respektoj në rastin konkret Karçanajn, pavarësisht asaj që ne kemi lehtësuar në dosje, pavarësisht asaj që SPAK i sekuestroi në vlera të jashtëzakonshme të gjithë këtij grupi kriminal, po me të tjerët, atëherë çfarë do bëj gjykata e lartë tani? Do pushatisi të gjitha gjyqet, të gjitha burgjet, do t'i nxjerrë të gjithë. Ndërkohë që vetë nuk kishte nevojë, sepse vetë SPAK thot në raportin e tij vjetor që ne vetëm 5 deri në 7% të atyre të akuzuar për korrupsion, 3 deri në 5% të atyre të akuzuar për korrupsion, i kemi në masën e arrestit në burg. 95 të tjerë janë hetuar në gjendje të lirë ose me ndonjë masë të vogël shtrënguese. Pse duhet t'jepej një gjë e tillë? Mirë po, gjykata e lartë sa dushi e vendosi dhe ka si procedurë edhe të mëparshme që mund të prishi 2 vendime të gjykatave të mëparshme pa pikë. Jo, në rastin konkret, Sokole, di çfarë është? Përgjithsisht gjykata e lartë ose ka vendosur mospranim rekursi, dhe ne kemi patur çështje shumë të rëndësishme, Gërdeci, 21 janari e tjerë me radhë që kanë kaluar me mospranim rekursi, ose maksimumi që ka bërë i ka kthyer për gjykim në apel apo në shkallë të parë. Dhe ky është rasti i parë dhe ndaj më shqetëson që kjo mund të hapi një precedent të rrezikshëm. Përveç se i rrezikshëm, e hapi vatrën, e hapi. Traser, pra, kjo është gjëja. Dhe nuk ishte ndodhur asnjëherë më herët, se Xhevahir ne besoi e kemi të qartë këtë gjë, i kishin kthyer vetëm për gjykim. Pra, nëse ishte kryer shkelje nga apeli, i thoshte, ktheje çështjen, rigjykoje me trup tjetër ose me po atë trup dhe ma sill sërish. Fakti që ndërhyr në mënyrë të drejtë për drejtë gjykata e lartë, do thot, kjo për mua është shqetësuese, sepse sa i përket masave të sigurisë arrest të burg, patjetër që praktika duhej unifikuar, po duhej unifikuar shumë më përpara, jo sot. Dhe gjykata e lartë hyri në lojë vetëm në momentin kur kam një pyetje. Ata mirë që ja vetëm një që pas vendimit unifikues të gjykatës së lartë, ai që inicioi një kam pyetje që kërkuesi. Bektar Zeneli, po. A ka përfituar, apo është e para zonja Karçanaj, dhe a ka persona të tjerë që nuk janë si këta VIP-at apo zyrtarët e lartë që kanë përfituar nga kjo? Rasti parë pas vendimit, sepse rasti Bektar Zenelit... Kam përshtypjen që rasti Karçanajt nuk është me vendimin e rit. Duhet të jemi ferm me këtë që... Jo, vendimarrja vjen pas praktikës unifikuese. Vendimarja, po sepse nuk ka ndërhyrë në asnjë rast gjykata e lartë. Pra, ky është rasti parë pas vendimit unifikues që jepet. Për subjektet që janë pjesë e gjykatës së posaçme dhe prokurorisë së posaçme që... Ky është rasti parë pas vendimit unifikues. Pas vendimit unifikues, të gjitha rastet e tjera do shkojnë tani e pas. Ose janë raste që gjykata i ka ndërkohë për të shqyrtuar. Çështja është që në rastin e Bektar Zenelit është interesante. Nëse mund të diçka.
Thuaj edhe të ikim nga këtu se kemi dhe 2 çështje tjera dhe s'kemi kohë. Në këndvështrimin tim është një precedent i rrezikshëm që ka hapur gjykata e lartë, sepse nëse shkon në përshkallëzimin e uljes së masës së sigurisë për persona të cilët janë pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Akshit, në këndvështrimin tim duhet ta bëj për gjithë. Nesër i lindet drejta Ergys Agasit se thuaj se ka të njëjtën akuzë me zonjën Karçanaj, Ermal Beqirajt dhe biznesmenëve të tjerë të cilët janë pjesë e kësaj afere që të kërkojnë edhe ata një masë më të butë dhe nga arrest me burg të shkojnë në arrest shtëpie me përshkallëzim. Dhe në këtë prizëm e shoh që është një vendimarrje shumë e rrezikshme. Për mos folur pastaj që zonja Karçanaj ka të njëjtën akuzë si zyrtarët e tjerë të lartë të këtij vendi që janë të arrestuar apo janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Në mos më të rëndë sepse ajo është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ka të njëjtën akuzë si zoti Veliaj, si zoti Meta, dhe nëse duhet mbajtë të njëjtin standard, gjykata e lartë në momentin që zoti Meta dhe zoti Veliaj do kërkojnë ndryshimin e masës së sigurisë, sigurisht që nuk mund të përdori dy standarde për të bërë një vendim të saj. Kështu që, por megjithatë këtu çfarë nuk ndodh, kështu që fare pak minuta. Mund të them vetëm diçka një përshtypje, nuk është se jam njohëse e proceseve juridike që janë shkallë e parë apel dhe gjykatë e lartë cilat janë kompetencat apo çfarë janë pas vendimit. Por me aq sa kam parë dhe kam studiuar unë çështjen e Akshit, me sa di zonja Karçanaj është e dyshuar për akuzat të tjera shtesë, pra vepra penale që ajo ka bërë janë akoma dhe më të rënda, e rëndojnë pozitën. Kështu që nuk e kuptojmë mbi çfarë baze niset gjykata e lartë që t'i jap më të lehtë sigurie. Gjykata e lartë ka bërë këtë? Po, gjykata e lartë. Okej. Atëre, ikim nga ky moment, jemi në ndryshon kodi penal vrasje apo thjesht aksidente. Parlamenti Lala ka diskutuar nëse këto aksidentet, që s'janë thjesht aksidentet dur, si për shembull ishte vrasje. Po, absolutisht. Rasti Durrësit ishte vrasje. Po, rastet të shumë të panumërta quhen vrasje. Marrësh i bie shtjetrit, qoftë edhe edhe kur ke bler patentën, duhet të provosh dashjen për pasojën. Po, edhe këtu më thosh mua duhet të provosh vrasjen. Më thosh mua te përgjigja që theu prokurori. Po, do me thonë a i duhet të vrasë, duhet të vrasë, aty pasaj provohet. Jo, aksidente me pasoj vdekjen 7 deri në 20 vjetë, në sa di unë, kështu që fare shkurtë, tani fare shkurtë, zotë Rakipi, unë kam pasur mundësinë që rastin të shpreh ngushëllimet familjarëve të 2 viktimave, të 2 fëmijëve të mitur. Unë mendoj që në rastin e Durrësit e gjithë shoqëria ka dështuar për t'i mbrojtur ata 2 fëmijë. Pse e them këtë gjë? Ata luanin në bulevard, sepse në trotuar, sepse nuk kishin një vend ku të luanin.